shpe, e kam lënë rrugëve, nuk e di për çfarë. Është fjala Oram nuk kupton populli shqiptar ty më mirë dhe më shumë se sa mua më kupton populli shqiptar, për i vërtetës nuk mund të pretendohet, edhe është arsyeja më binse dhe kuptim plot e krenarisë për mua që pikërisht populli shqiptar më kupton më mirë dhe më shumë se sa edhe ç'mund të pretendoja, duke më inkurajuar, duke më mbështetur dhe duke më dhënë 1001 arsye që ti qëndroj besnik edhe të bëj të pamundurën për të bërë sa më shumë për këtë vend edhe për njerëzit e këtij vendi, fal pikërisht besimit, mbështetjes dhe pushtetit që buron pikërisht nga ky popull, i cili ja u kam thënë të gjithë atyre që e marrin lehtë, ja u kam thënë të gjithë atyre në të gjitha nivelet, përfshirë edhe miqve këtu në këto rrjete sociale, që është një popull që t'jep ujë mbi shtlugës, kështu që kush e merr lehtë bën një gabim shumë të madh. Shumë të madh. Bën një gabim aq monumental sa që mjafton të ndiqni të tjerë gjatë këtyre ditëve se në çfarë drejgjeje mendore janë katandisur për të kuptuar që ç'a të ndodh po e morë lehtë këtë popull. Si mund të aplikojmë për paketën e maleve, pyetje shumë me vend. Faktikisht kemi folur më larg se dje në kabinet për një fushat promocioni dhe informimi të saktë për gjithë zinxhirin e aplikimit. Ashtu si kundër kemi lënë të organizojmë edhe një ditë intensive bashkëbisedimi me një grup protagonistësh të zhvillimit rural, fermer, grumbullues, agropërpunues, eksportues, po ashtu edhe akademik për të pasur një proces dëgjimi të kujdesshëm të ideve, të sugjerimeve, të vërejtjeve, të opinioneve të tyre, në mënyrë që në projektin që kemi për mandatin e 4 për bujqësinë, zhvillimin rural, fshatin, të marrim në konsiderat aspekte që vijnë drejt për drejt si nevoja praktike dhe si konstatime të jetës reale nga njerëzit e tokës. Dhe po aty do të kemi një pikë të diskutimit që do të lidhet edhe me pikërisht zhvillimin e mëtejshëm të agroturizmit, ku përfshihet patjetër edhe paketa e maleve. Më tutje kam pasur disa pyetje në fakt për plazhet publike. Çdo vit e më vështirë të bësh plazh në Shqipërinë tonë, jo në fakt e kundërta është e vërtet. Çdo vit kemi ardhur duke vënë më shumë disiplinë, duke krijuar më shumë hapësirë për të gjithë
në sensin që plazhet nuk mund të jenë në asnjë mënyrë ekskluzivitet i atyre që kanë mundësi apo duan që të shërbehen në hapësira të administruara privatisht. Dhe mbi të gjitha plazhet duhet të ofrojnë mundësi për ata që duan të jenë tërësisht të lirë dhe tërësisht të pa cënuar në të drejtën për të marrë kënaqësinë e tyre nga një aset publik, duke shfrytzuar hapësirë tërësisht publike dhe faktikisht plani që do të zbatohet, të filloj zbatohet nga ky vit është tejet ambicioz dhe ka një ndryshim radikal nga vjet. Dhe ne jemi duke e ndjekur sa po ka filluar, sepse nuk jemi akoma në momentet e pikut të sezonit, kështu që ri i qetë do kesh në të gjithë territorin, në të gjithë vijën mbretërore hapësira për të bërë plazh pa pasur nevojë ti kërkosh askujt asgjë, nëse do të qëndrosh thjesht dhe vetëm me veten, me këtë do zemra edhe me diellin mbi kokë dhe me detin përballë. E po shqyr thotë që u zgjove pas zgjedhjes se për ditë këtë muhabet kishe, fol pak për reforma që do bësh për njerëz të thjesht, se njerëzit kanë ikë jashtë për një jetë më të mirë, tani këto muhabete unë mendoj